vendosa pasaj me këtë burin vitja në Greqi. Më mori për të më shfrytëzua. Ishte lezet turp. E pasaj unë shëndeta me barë. E pasi që më shkëm të kësë me si qëka. E ka që më vjen turp. E kritikon veten për atë veprim që bëre në 93-shin. Shumë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube ODM Studio. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, ju e dini, duhet të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në Korçë, unë do të hap dritaren për një 67 vjeçare, një nën e cila quhet Kristina, e cila do rrëfej një histori të dhimbshme të jetës së saj. Jo vetëm divorcin, por historinë e re të dashurisë që nisi me një burr nga Shkodra, dhe solli një jetë 2 fëmijë, por që fatkeqësisht njëri prej fëmijëve, babai e ndau nga nëna. Çfarë ndodhi me historinë e Kristinës, e cila sot do të kërkoj falje publike të gjithë fëmijëve që solli një jetë, si nga martesa e parë, por edhe nga martesa e dytë, ai do e rrëfej padorashka historinë e jetës së saj dhe do kërkoj ndihmë këtu në live me Odetën. Është duke më pritur 67 vjeçaria, hap dritaren dhe përshëndes. Kristina, përshëndetje. Shëndetje dhe juve. Si je me shëndet? Unë jam e sëmurë, po jam me diabet dhe artrit me të tëra. Të shkuara, më vi ka keq. E dashu Kemi hequr, kemi voltu. Kam dhe gjakun e trupit, kam rritur këta fëmijë. E dashu Kristina, ti më ke telefonuar se ke një histori që kërkon ta denoncosh, bëhet fjalë për një fëmijë. Po. Mund të ma tregosh? Ta tregoj, po si atëre isha isha e re, pakën rrugët, me burrin isha ndarë, se më printe, më rinte, më torturonte dhe unë dava. Pastaj, aty në mallë, një komshi, i erdi vëllai që nga Shkodra, e tha dojt në Greqi. Ju në ato kohë, ku jetonit, Kristina? Në Korçë. Në Korçë. Ishe divorcuar me bashortin dhe sa fëmijë kishe? 3 fëmijë. Qa moshe kishin fëmijët? Një të vetë, njeri 8 vjetë, njeri 12 vjetë, dhe që pa e madhe 13 vjetë. Dhe çfarë ndodhi me fëmijët e tu? Me fëmijëti, kisha unë fëmijët, më ndihmonte mamaja, më mbante mamaja, edhe unë vendosa pasaj me këtë burin vitja në Greqi, që të punonja. Por me këtë burr, se ti u divorcove me burrin? E këtë komshine, vllajën e kësaj komshisë. Le të themi u dashurove me vllajën e komshisë? Po. Por përpara se të më tregosh të histori të re dashurie, me burrin e parë që solli një jetë 3 fëmijë, u divorcove për shkak të dhunës? Po. Por pse të dhunonte? Dhe pinte shumë. Leka në shtëpi nuk më sillte. Edhe ju deturova që mundava. Sa vite martesë bëre? Më ndaj me që mbajnë. Dhe ka një 13 vite, 11 vite martesë. 13 apo 14 vite martesë, e kuptoj, por sa vjeç ke qenë kur je ndarë me burrin? 38. 38 vjeçë kur u ndave me burrin? Po. Por ai nuk u kujdes asnjëherë për fëmijët e tij pas divorcit? Jo. Ai nuk kujdeseshe kur ishim bashkë. Ke kaluar një jetë të keqe, prandaj u detyrove ta ndaje. Normale, se ga e mira njeriu nuk ndajt me vishë. Kristina, por nuk e denoncove në polici për dhunën? Njerë më mori sëpatët, më vriste me sëpatë. Wow.
Pastaj edhe na çtova unë në polici, Por, e mori policia dhe e lëshovi pastaj. Tash nejse, ai ka vdekur, tash nuk më ka ndruar jetë baba i fëmijëve. ka nguar jetë tash. Por ndalemi tek momenti kur ti ishe 38 vjeç dhe u dashurove me vllajin e komshisë. Çfarë ndodhi? U lidhëm, ai që martuar që ishte një çukë, dhe u lidhëm për në Greqi. Ti iknim në Greqi, të punoni, Po. pendja. E nejse i ka në Greqi që tu ati, fëmijët ja lash mamasë, po, ky ishte interesin e tia, më mori për të më shfrytëzua. Në Greqi. Nese, ky pasaj ati u lit me një greqë, Të tradhtoj. lit me një greqë, unë veta shtatzanë. E dashur, Kristina, por pse e mendojnë që të mori për të shfrytzuar? Ta tha këtë gjë në Greqi? Në Greqi, po duke që pas veprimeve që bente. E ja, dhe ishte për shembull, njëte do një greke, më thështë mua shko me këtë grek, shko me këte. Normale, kuptoj. E qartë, kërkonte të shfrytëzonte dhe të bënte para. E kuptova. Da. E pasaj unë sash, veta me barë, edhe i thash që ta eqë fëmijët se unë trej kisha, ku të shpinja, të vinja në Shqipëri me fëmijë, ishte lezet tur. Ky u la thos me një greq ka ty, edhe pasaj më tha mua, do ta mbajnë fëmijë, tha, nuk do ta eqin, tha. Në qovë se ti se mba, tha, do t'i marrë shumë ka, tha. A i kërkonte që të bënte një fëmijë me ty? Do me mua, a i deshte që ta jepte qetë kë fëmijën. Ua, ti të lindje dhe a i fëmijën ta jepte diku tjetër? Po, la thos me një greqë, me atë greqë që t'ishte lidhje. Po mirë, a i me gruan e ti ishte ndarë apo ishte i martuar? Martuar për shoqja që në Shqipëri, në Shkodë. Ti e dije që a i kishte një grua në shtëpi? Po, e mora dhe shumë pasaj. Por çfarë ndodhi? Ti jetove me atë sa kohë në Greqi? Unë pasi ky u la thos me atë greqën për fëmijën, valla ajo greqka nuk bënte fëmijë dhe deshte fëmijë, një fëmijë. Ti pranove që fëmijën tënd t'ia jepi e kësaj shtetase greke? Pranova se më kërcënonte me çupkat në Shqipëri. E tash Kristina, kur ky person që ti dashurove, kërkoi të të shfrytëzonte, edhe te fëmia, pse nuk e ndave? Nuk më linte, më kërcënonte me çupat këtu. Sa vjeç ishte ai? Ti ishe 39 vjeç, 40 në atë kohë, po ai? Rari një 35. Më i vogël se ty. Po, Dhe çfarë ndodhi më pas me jetën tënde? me jetën time, pas tazaj ky linda unë në Greqi dhe ajo greqka më mori, më shpuri në një spital këte Galarisa, spitali Vitra i një kaq, dhe ati më futën catela që më plasën ujrat, Dhe solli një jetë fëmijën. e sola djaltin. Solli një jetë djalin. Çfarë viti ka qenë kur ke lindur djalin? 93. 1993. Po? 93. Dhe ke lindur në Larisa. Dhe ke lindur në Larisa. Në Larisa, në një maternitet të vitë në fund të Larisë, që një maternitet një kaç atje, Po? i vjetër.
Edhe të thash, në shpuna atje më futën ca tela që të plasën në urat se nuk për linja. Dhe fëmia erdhi shëndoshe mirë në jetë. Po, Por në këtë kohë që u bëre nën, për herë të katërt në Greqi, kontaktet me nënën tënde me fëmijët në Shqipëri i kishe? kisha, pa ta dinin gjë, nuk të dinin gjë. Pse, nuk i tregove askujt që solli në jetë këtë fëmijë? Jo. Por pse e mbajtje sekret në ato kohë? E bajta se më vinte turp. Të vinte turp të tregoje të vërtetën? Normal. Kur fëmia erdhi në jetë djali, si ja vendose emrin? Unë nuk i vendosa emrin. Ma mori greqka me grek, ma morën. Edhe kur hyrëm në taksi, që dola nga spitali Aqen, dhe një 2 orë në spital edhe më zorë. Pra ti sa ke lindur, fëmijën e ka marrë çifti grek. Po, Nuk arrite ta shikoje Kristina fare? e pasin që më shkon të kësë me si qka. Shikon të s'kur do e dite që do largoste. Edhe i të ishte ajë greku, ti do quesh Thanas. Ai, vendosi emrin Thanas, shtetasi grek. Po, Djalit. po. Dhe çfarë ndodhi? Ti linde, qëndrove 2 orë në spital, të nxorën nga spitali, çfarë ndodhi me jetën tënde? Hiq me jetën time, qarë dodi? Erdha në Shqipëri. Asgjë s'do. Por i dashuri që ti ishe lidhur? Iku ajë pasta, iku mereshe me drogë. Të braktisi. Praktisi, pasaj më ngjit prapë. Në ç'kuptim të ngjit prap? Kërkonte që ti të riktheheshe prap tek ai? Lidheshim prapë. Po. Isha frikën e çupkave që më kërcënonte me çupat dhe isha do mi marri. Sa jo kohë atere ashu që rëmbeni fëmiti veni. E dashu Kristina, ti linde djalin e le në Greqi, emrat e shtetasve grek, ata që e birsuan djalin tënd që e morën, i kujton? I nje ata shtetas grek? Këshu, si fityr, po nuk i mbaj me tash. Ajo, ati kur e bëna të katën, që linda unë, e shënovin, e të gjonja një qikë, se dhe Greqis dhinja miru, ku dhinja, Stavrula e kishte embrin. Nëna apo babaj? Nëna kishte Stavrula, ose babaj e kishte Niko. Niko, babaj. Stavrula dhe Niko. Kjo që e mësuse. Në Larisa, bëjt fjalë gjithmonë për në Larisa. Që linda, jo këta rinë në Athinë. Çifti grek që morën fëmijën tënd jetoj në Athinë, ti linde në Larisa. Po, E dashu Kristina, por si i njohu i dashur jot këta persona? o ku di unë jam e anën e saj grejtë, sa jo grejtë ka e lidi. Por pse pranove ta lije fëmijën dhe t'ja jepje këtij çifti? Se thash, më kërcënonte me çupka do t'i marri nga gësterët, do t'i bëjnë kështu, do bëj si të them unë më theshte. Dhe sot je bërë pishman për atë fëmijë, ndaj je me mua këtu për ta kërkuar. Po, se pastazaj, po edhe në Shqipëri, ky prapë mu ngjit. Kërkonte që të rikthehesh sërish me ty. Po, Valla të rini bashkë këtu, në Korçë, mori një shtëpi me qira, por edhe rini bashkëtoni pasa. por gruaja e ti nuk e dinte që ai bashkëtonte me ty? E dinte ajo. Por ajo si reagoi? Po ku di unë qari theshte ky, asaj, kush e di sa foseshin?
por ai la gruan atje në Shkodër dhe erdhi të bashkëtonte me ty në Korçë. Dua të bëj një Ndenjë, pastaj u beta prap Shtarzan. Ke bërë 2 fëmijë me këtë person. Linda djalin atë. 2 djem pas ke bërë me personin në fjalë. E dashur Kristina, dua të bëj një pyetje, pa të lënduar. Pse e pranove në Korçë të rilidheshe dhe të rinisi sërish tjetër me një person që të kishte bërë një mitë zeza? Po sepse se a ju merreshe me gangster të thashë dhe njëri kisha frikë për çupkat më shumë, se më rëmberin çupat, dhe më kërcënonte me çupkat. Por puta denoncoje në polici, do kishe mbrojtjen e policisë. Po do kisha, po kishte të motrën këtua e motra e si që fut kësi shtrigë. E doje ato person, u dashurove? Jo, nuk dhe nuk dashurova, që ta desha e të isha pas ati. Vetëm kisha frikë për çupat, vetëm kjo më shtypte mua, që benja çdo gjë që theshte ai. Por çfarë ndodhi në Korçë? Nise bashkëtesën. Fëmijët i more nga martesa e parë apo i rriste nëna jote akoma? Jo, i mora fëmijët, i mora dhe fëmijët. Po. Beta Shtarzan, Linda djali. Po. Linda djali, pastaj ky, të thash, merreshe me drogë dhe fut në burg e zunë në Greqi. Ra në burg, po. Të nuan ja 17 vita, 18 vita, sa u burg. E qartë, po? Çfarë ndodhi me ty? Djali pasaj e rita vetë. Djalin e ke? Jeton me ty akoma? Në kam është në Greqi, edhe më shumë për ata e kërkoj tashi, se ti e 2 vëllezër për një nene dhe për një babe. Tofta dhe aju në Greqi, aju gjerë ka tjetër kërko, aju s'ka as një fara drejse. Se aju e ka marrë veshje shqipirësuar, po s'ka të dhena, kuptove? E qartë, e kuptoj, e dashur Kristina, por fëmijët e tjerë që ishin më të rritur nga martesa e parë, si e pritën këtë bashkëtesën tënde me këtë të dashur nga Shkodra dhe ardhin në jetë një vllai tjetër, si e pritën fëmijët? Nuk më thesh një gjë, se dhe aju pastaj i trajton të mirë, nuk i trajton të keq. I ka dashur fëmijët e tu? I ka dashur, po prapë unë kisha frikë se ishin çupat në mes. Nuk isha besë, se thesha kushe di që më bëjnë, lidhet me ndonjë, mi marri çupat, mi bëjnë, kuptove? E qartë, e kuptoj, gjithë jetën ke jetuar me frikë me këtë person. E derisa pasaj uri në burg. Dhe në momenti që ai ra në burg, ti u ndave përfundimisht? Po. Por djali ka kontakte me babain? Sa i ka dal nga burgu, tani, sigurisht. Ka dal nga burgu, kësi se, po thot kjo e motra mua, po nuk e rita shikon të një djali. Ka që vjetë. Sa vite u boj që i ndarë me të dashurin Shkodran? Po ja, u bë djali ka 30 vit. Që në 96-ën, që i ndarë. Kur e linda djali në 95 dhe linda djali nunë, e sejdi asnjërë ta shikonte, të beshe kurios qarës jeshtë, e në Shqipëri se ta shish në Italia. A i pas i doli nga burgu nuk erdi të takonte djalin, por as të kërkonte më ty? Jo. Të ka pyetur djali për babain, ja ke treguar historinë e babait, e njeh ai babain e vet? Po si, ja kam treguar historinë, edhe fliste nga njerë këshu në këto Facebook-e, po tash nuk fletë me, ka prerë. E dashur Kristina, djali ka patur kontakte me babain në Facebook, në rrjete sociale, por pse i ndërpreu kontaktet? Ka nuk deshte, pasa ku e du, se ditës, më tregon, se du pas. Nuk e donte? Ishte djali që nuk donte? Nuk e di. Nuk e linte bashorti atë që të fliste?
Por djali e kërkon? Më ka thënë mua një pyet, po unë s'ja vi një veç, ne E qartë, e kuptoj. E dashu Kristina, pas ndarjes me të dashurin nga Shkodra, si vazhdoi jeta jote? Pastaj ja, jo usëmura, fukarallak. Ka qenë e vështirë? E vështirë, si se veja bërduir operimja në viton bëra për së të Ti nuk E thashë, po ma gjetët vetëm një fotografi tua, ta shikoj njerë, ta shikoj që zdjec. Ta gjira të miraku, një për tje. Se ndoshta dhe ajo më kërkon mua. Mendoj dhe dyshon se ndoshta dhe ai nga ana tjetër e ka mësuar që është shqiptare, ka nënën shqiptare dhe të kërkon. Po, atjetër, në Athinë është ajo, kjo ka qenë mësuse, kurse ky Greku kishte bente kështu divane, kortuke, mëse mos ka ndonjë magazin. Mobilerie. Pa ka një në Greqi dhe pyesja në për ato po. Athina është e madhe dhe s'mund ta gjesh dot ashtu, por ju mbani mend që ai e vendosi emrin djalit tuaj Thanas. Ai ka lindur në 1993 në Larisa, babai i quhesh Niko, ndërsa nëna Stavrula. Stavrula. Dhe E dëgjova kur shënosh atje në katedrën, në spital, që lindi dhe unë. Dhe sot E dëgjova e tashtri. Dhe sot i bie që djalit jetë 33 vjeç, mos gaboj. E aq 33-ja, ky vogël sa vajti 31, se aq është një vit, 2 vit më i madh. Që ka Është një diferencë. greqise. Por djali i vogël e di që ka një vlla? E di, po nuk më bie në sy. Nuk doj që të lëndoj. Ai Bie në sy. besoj është interesuar që ta gjej vllajën e tij. Po stina i ku të veru, thashë, vajta në Greqi pyesnja në për këto, që benin kështu divane, që shisni pyesnja, niko. Jo, veru. E dashur Kristina, pse nuk e ke marrë guximin të lidhesh me të dashurin tënd? Ai i njeh mirë çiftin grek, vetëm ai mund të ketë informacione të sakta. Ndoshta është momenti të lidhesh dhe t'ja kërkosh të t'i japi disa të dhëna të sakta, sepse babai i fëmijës e di ku ata jetojnë. Nuk di dhe ai nuk digje. Por ai e fali fëmijën atë kohë apo e shiti? Jo, nuk e shit, jo. Neve nuk e shitëm, ja dha kështu. Nuk e shitëm, jo. Të thuash për të shitur, jo. E gjunata akuzos tjetëri. E dashur Kristina. Ajo, Po. nga dha neve një 400 leka, se s'na dha. Ky mi mori mua dhe iku pasaj në Shkodër, s'më dha asnjë 1 euro. Po ti e vetme në Greqi kush të ndihmoi më pas? Pas njëri, erdha pasaj në Shqipëri, U riktheve te fëmijët. që me ta rrugëve ande ku të dhije. Ju nuk keni punuar në Greqi as një ditë. Jo, tash ku vajta tash të kote fundi 2 vjet, që e martova këtë djalin e vogël, ka dhe një djalë, punova ca në për plaka, që e martova djali. E tash Kristina, unë e kuptoj që në këtë live ti ke hyrë për të kërkuar djalin tënd të parë që solle me të dashurin shkodran, i cili u birësua në Athinë nga një çift grek. Nëse ai do të dëgjonte, çfarë do i thoshe ti si nën që fatkeqësisht nuk e njeh? As ai nuk të njeh ty? Jo, do t'i thesha më farë, do t'i thesha, po, babai tent kërcënonte që mafiozo, ja kështu do t'i thesha. Do t'i kërkoj e falje? Normale më falë do t'i thesha, e bera se ai më kërcënonte me çuprat, e kisha 2 çupa, dhe më kërcënonte do t'i marri këta, do t'i shpenante, do t'i shpjen këtë dhe unë, E e kuptoj. nëna për e vlati.
Por ishte dashurit tënd, ai që ta ka shkatruar jetën dhe pse ti jetove dhe bashkëjetove me atë disa vite, dëshiron t'i japësh një mesazh? Më the jeton në Itali, nëse atë do ta kishe përballë. Nuk dua, sa ai ka frikë nga shoqja. Nuk u bën asgjë, ajo edhe me të motra s'let nga shoqja. Nuk e le shoqja. Ndoshta një mesazh për djalin tjetër, se ti ke sjellë në jetë 2 fëmijë me atë. Ndoshta mesazh për djalin që të kthej kokën pas dhe të takoj të birin, sa i ka nevojë për babain. Këtë gjë mund t'ja thuash. Jo, nuk ja them pse të thuash ti. Sa ai shikonte djalin këtu në Shqipëri, që në Shqipëri dhe seti ta takonte njerë. Do bëjt me rak për atë. Do bëjt me rak për këtë që kishte në Shqipëri. Ta shikonte njerë. Për atë e kam fjalën, për djalin që e rrit e ti, ke një mesazh për t'i përcjell? Un mesazh po t'ja përcjell, sa ju thash, ai ka frikë. Edhe i them një mesazh të ta shikoj djalin, ta ndihmoj se është në paralek të madh. I baba që është, kaq vite, sepse ai djali jot ka motra dhe vëllezër nga babai. Logjikisht. Ka për nuk flasi. Nuk janë bërë asnjëherë. Dhe më vjen keq. Nuk dua. Nuk e kam pranuar si vëlla. E dashur Kristina, pasi u ndave 96 me bashortin, me të dashurin, jo bashortin, bashkëtuesin, ti nuk u rimartove më asnjëherë. Jo, dhe atë që bëra. Zash, e bëra nga i keqja, gjoja të jetë në mirë, po fatë keqësisht, bëmë keqë. Sot që kanë kaluar shumë vite, e kritikon veten për atë veprim që bëre në 93-shin. Shumë. Dhe të besoj që vuan, për atë që ke përjetuar. Vuaj sa s'ka. Ka shpirti me qasibë. Me kë jeton sot e dashur, Kristina? Ka me çupën dhe djalin. Nga martesa e parë. Ata të duan se je nëna e tyre. Më dua dhe ky i vogël që ishte këtë cikë do shumë. Fëmijët nuk të paragjykuan asnjëherë që ti ike me një person tjetër dhe i le vetëm me nënën. Po dhe ata nuk e shprej, në shpirt e kanë, po nuk e shprej. E dashur Kristina, ke folur ndonjëherë me fëmijët për këtë çështje? Jo. Nuk ka më afekte. Por zemra jote është e lënduar. Normal. Si është jeta jote sot? Sot sa vjeç jeni, Kristina? Sot ja. Do një gjë e madhe jo, po. Sa vjeç jeni sot? Unë jam 67. Edhe 100 vjeç u bësh. Je 67 vjeç dhe ende vuan atë histori dashurie. Shumë. E ka që më vjen turp. Ajo që ka ndodhur. Kam qenë një grua si do, kam që grua futore, e ndersme, po Unë e kuptoj që ti e përjeton të shkuarën tënde, Kristina, por mundohu të bësh e fort. Kjo histori ka ndodhur, kjo ngjarje ka ndodhur në të kaluarën tënde. Sot merr guximin dhe forcën të gjesh djalin. Asi që jemi në këtë moshë, jemi sëmurë dhe kemi më shumë. Dhe ëndra jote është të gjesh djalin.
E ka gje një fotografi, në qoftë se ai do të lidhet me të vëllain që është në Greqi. E dashu Kristina, e ke menduar që Një fotografi. e qartë, e kuptoj që kërkon një fotografi të shikosh imazhin e tij sot se nuk e njeh fatkeqësisht. E ke menduar që ndoshta ai edhe mund të refuzojë si nën? Ka gje le të më refuzoj, mjafton një fotografi tua. Asgjë më shumë. Asgjë. E në qoftë se do që të lidhet me të vëllain në Greqi, se janë për një nene, për një babe, e ka dhe krah, sa ju s'ka as vëllezër, as motra, se... Unë vetëm një fotografi dua. Edhe ta di që unë e kam kërkuar. Unë uroj dhe shpresoj që të gjende djali juaj me emrin Thomas, uroj që të takosh një ditë, uroj që ai të pranoj si nën. Ne e prezantuam sot për herë të parë në këtë live, do të nisim kërkimet, uroj dhe shpresoj që shumë shqiptarë që jetojnë në Athinë, që mund të njohin një histori. Mua më ka ndodhur shpesh e dashu Kristina që shumë shqiptarë, fëmijë që janë birsuar në Greqi, kanë patur miq shqiptar dhe kanë kërkuar familjet e tyre. Uroj që dikush të na ndihmojë me informacione dhe të arrijmë në gjurmët e tij. Por dua të pyes, nënën e ke gjallë? Jo, nuk kam dekur, nena, babai, nuk kam dekur 2 motra. Paske unë për shumë njerëz të dashur nga kjo jetë. Iq motra 29 vjeç, gazetra dhe ajo në diq. Por jam e sigurt që nëna ka qenë mbështetja jote më e madhe, ajo është kujdesur për fëmijët e tu. Shumë, dhe babai dhe nena. Kur u ktheve nga Greqia, ata të hapën derën. Normale, çfarë të bësh? Të deshni, s'më deshni, na për derën se kisha fëmijët, se ndoshta dhe s'më deshni. Pse e mendon Dhe kështu? I turpurova pleqtë. Ti e mendon se i ke turpruar? Shumë. Shumë. Kur ti nise bashkëtesën për herë të dytë me Shkodrani në Korçë, si e priti nëna dhe babai? Kur ike nga ata? Shumë keq e pritën. Si ka të ndi se ti shumë të atinë. Qërë të beshkëti u të do, unë si u bënjeva. Dhe unë ta shtik në Greqi për të regulojnë të masë vitit, të të dritë. Po nuk që kështu që tjetë. Jam shumë e lënduar. Dhe më vjen keq, sinqerisht, që ai mashkull të ka lënduar, të ka coptuar zemrën, është lidhur me ty për interesa të tjera, mbi gjitha të lash ta zënë, sollënie 2 fëmijë dhe njërin ta largoj. Më vjen shumë keq për të gjithë historie, dashu Kristina. Më shjeta të qarë të bësh. Më shjeta qarë të bëjmë. Ta është të shimë të një fotografi tua. Në qoftë sa i do që të lidhet me të vëllain, se ka një vëllain e Greqi. Në s'do, s'ka gjë. Jetë lutër, të jetë mirë për veten tia. Ai nuk ka vetëm një vlla prej nëne, ai ka edhe një vlla dhe 2 motra të tjera që i ke ti nga martesa e parë. Pe nene, për këta të 2 janë pe nene, pe babe janë. E qartë. Por fëmijët e tjerë kanë interes për ta njohur vllain? Nuk e kam apër mua beti. Thash, po qoftë sa ju gjendet, edhe ka dëshirë, dhe unë si ka fëmijë të ligjë, që ka fëmijë të mirë. Më vjen mirë që je një nën krenare për fëmijët e tu. I kam të mirë, ka shpirtin e mirë, nuk janë shpirtlik, apo të egër të jo. Nga fëmija s'kam vojtur si frisoti. Për kjo kohë keqe, kështu nuk ka vojtur nga fëmijë deri sot. Dhe më vjen mirë. Janë ata që kujdesen sot për ty, për shëndetin tënd. Një qupe kam të martuar në Greqi me grek, kam 2 fëmijë qupe djallë, shkon mirë, shqyqyr zoti, po fëmijët i kam pasur të mbarë.
Më vjen mirë e dashur Kristina. E dashur Kristina, të uroj jetë dhe shëndet. Më erdhi shumë keq për gjithë historinë që më rrëfeve ditën e sotme. Dhe ta uroj me zemër të bashkohesh sa më shpejt me djalin tënd, me Thomasi që nuk e njohë kurrë. Sro. Ta që u qliro bate shprej. Më vjen mirë që kjo intervista të dyja së bashku të bëri të çliroheshe dhe të ndihesh mirë. Më vjen mirë. Një fotografi, po e gjeti dhe një fotografi të më tërkos mesazh këtu. Ne do betemi bashkë në kontakt. Për gjithçka unë do të informoj, uroj që të arri, ta gjej djalin tuaj, uroj të ndihmoj me zemër. Kështu që të përshëndes dhe të puth nga Tirana. Mirupafshim. Hajde dhe unë të përshëndes. Mirupafshim. Falenderoj për emisionin. Faleminderit. I beni njerëzit të çlirohen një çik. E Faleminderit. shprejnë ako që ka nga brenda. Dhe uroj që Të bëtë të dita një mirë. dhe uroj që Ka ke për zemre, fëmijë, puri, nënë, baba të rojnë me kësmetë, zoti nga ndihmon. Të faleminderit për të gjitha urimet që më bëre dhe uroj që kjo dritarja ime të jetë funksionale. Për këta njerëz që kanë këto brenga dhe e marrin guximin të flasin hapur, të flasin publikisht dhe të çlirohen. Të puth dhe mbetemi në kontakt. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të këtij live-i. Uroj dhe shpresoj që kjo 67 vjeçare me emrin Kristina të mësoj të vërtetën për të birin e saj pikërisht për Thanasin, i cili dyshohet se jeton në Athinë dhe është birsuar nga një çift grek. Çdo shqiptar që mund ta njohë këtë histori, historinë e një shqiptari të birsuar në Greqi, lindur në vitin 1993 në Larisa, por që u birsua nga çifti grek në Athinë dhe dyshohet se jeton në kryeqytet e Greqisë dhe është 33 vjeç, mos e hezitoj të më kontaktoj në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por edhe ju të dashur miq, nëse keni një histori për të denoncuar, kërkoni që t'jeni pjesë e dritares time këtu në YouTube, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori të vërteta njerëzore, histori shqiptare. Faleminderit që më ndiqni, faleminderit që më mbështesni. Takohemi nesër live ora 10 me historinë e radhës. Mirupafshim.